Stërvitja është vjetore, e programuar, e përcaktuar dhe bëhet çdo vit stërvitja bërthamore. Pra nuk kemi diçka jashtë programimit, nuk kemi diçka bubu në këtë histori, nuk kemi një mesazh politik që Franca. Modernizimi i kësaj nëndese ka filluar një vit përpara. Pra të kemi që nuk bëhet sot për nesër. Është modernizim sistemesh. Të armëve kërkon punë, kërkon kohë. Dhe nuk është vetëm nëndese që është futur në modernizim. Prandaj po them që ka mbaruar tashmë dhe tashmë po publikohet. Unë nuk dua ta shoh në atë aspekt. Dhe nuk e shoh në atë aspekt, e shoh thjesht si pjesë të modernizimit, normalisht që tregon fuqinë dhe kapacitetin luftarak dhe ushtarak të Rusisë në krahasim me gjithë pjesën tjetër të NATO-s përjashto Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra kur flasim në raport me Evropën. Por nuk e shoh si diçka si një lloj që po e përdorin si kërcënim ose si diçka tjetër. Dhe për sa i përket Arktikut, siç thash, Arktiku aktualisht menaxhohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Rusia. Pra as Kina Kina ka kapacitet të lundrimit të anijeve tregtare në Arktik, po jo të anijeve luftarake. Pra anije luftarake kineze nuk lundrojnë në Arktik, nuk e menaxhojnë Arktikun. Janë vetëm rusët dhe amerikanët. Duke qenë se rusët dhe amerikanët tashmë janë në bisedime dhe duket që i kanë marrëdhënie të mirë, nuk shoh ndonjë. Po, kanë marrëdhënie të mirë dhe ideja është që ato i kanë marrëdhënie të mirë se po shohim që Putin ishte dakord që Groenlandën ta merrte SBA-ja, nuk ishte asnjë, le të themi, asnjë refuzim apo asnjë kundërshtim ndaj faktit që duhet kemi një gjë parasysh që mendojmë që Groenlanda në aspektin gjeostrategjik është shumë e rëndësishme. Unë nuk mendoj që është në aspektin gjeostrategjik shumë e rëndësishme. Jo, në kontrollin e... Jo, nuk është në gjë. Groenlanda nuk është, sepse nuk, shiko, do të thoshim, mund të themi që, ose do të thoshim që është e rëndësishme në aspektin gjeostrategjik në rast se Groenlanda nuk do të ishte pjesë e NATO-s. Pra në rast se Groenlanda do të ishte një ishull diku dhe nuk ishte pjesë e NATO-s, dhe marrja e saj në kuadër të NATO-s dhe në kuadër të Shtetit Bashkuar të Amerikës do përbënte ndryshim strategjik. Okay. Por Groenlanda është pjesë e NATO-s. Pra nuk kemi ndonjë ndryshim strategjik në këtë aspekt. Jo, po pse pra strategjikisht qëndron në këtë anë që Putini të deklarohej sepse Putini të shprehte qëndrimin e tij për sa i përket Groenlandës. Deklarohet për aspektin sepse Putini është në bisedime me Shtetet Bashkuara të Amerikës për rivendosjen e për ndarjen e botës. Po mund ta themi edhe për ndarjen e botës, për rivendosjen e zonave të reja të sigurisë. Dhe normalisht është në një luftë ku kërkon nga Shtetet Bashkuara të Amerikës njofjen atyre territoreve që ka marrë të Krimes, pra në rast se unë të njoft, marrë shtatë të njofësh këtë që ka marrë. Ose pra, janë marrëdhënie politike, absolutisht, pra unë s'kundërshtoj për marrjen e Groenlandës, ta njoh atë, është zonë jotja sepse nuk po njeh diçka që nuk është. Aktualisht Groenlanda është pjesë e NATO-s. Në Groenland janë vendosur bazat amerikane, pra ndodhen, pra është pjesë e këtij interesi strategjik të NATO-s. Dhe SBA ka interesa të tjera nga NATO me ç'duket. Dakord, por ama nuk ndryshon në nivelin strategjik, në raport me Rusinë nuk ndryshon gjë. Po, në nivelin interesit ekonomik të Shtetit Bashkuar të Amerikës është komplet diçka tjetër. Dhe këtu deklarimi i Putinit është në kuadër të interesit ekonomik të Shtetit Bashkuar të Amerikës, po jo në kuadër të interesit strategjik, sepse interesi strategjik është një, nuk ndryshon. Pra vazhdon të menaxhohet nga NATO, është NATO, janë dy baza amerikane aty. Pra janë ato bazat që garantojnë mbrojtje strategjike, bërthamore. Pra nuk është se ndryshon nga ana strategjike. Prandaj po them që në aspektin strategjik, në rast të shohim në aspektin strategjik, gjeopolitik dhe në aspektin ushtarak nuk ndryshon asgjë Groenlanda, por në aspektin e marrëdhënieve midis këtyre dy superfuqive, pra që i bëjnë favore njëra tjetrës, pra unë të njoh këtë, ti më njeh atë. Kuadrin e jaltës kjo është marrëdhënie e këtyre të dyjave në këtë kuadër. Pra unë të njoh atë, ti më njeh këtë. Unë komunikojnë. Pra është komunikim ndërmjet tyre politik dhe ekonomik, por nuk cënon aspektin strategjik të NATO-s. Në kuptimin geostrategjik. Ndërkohë, Dritan, këthash, kishim Starmerin që u shfaq në një nëndece bërthamore, kishim stërvitjen bërthamore të Francës, kemi vendimin e Gjermanisë për tu armatosur, çka nuk ishte ndodhur prej 45-s, kemi tani dhe deklaratën e von der Leyen që thotë që qytetarët evropianë të përgatiten për 3 ditë, pra kemi hyrë në një mentalitet të luftës. Si e vlerëson këtë moment? Pra, Europa pak a shumë tek 3 fuqit më të mëdha të Europës, që janë Gjermani, Francë edhe Angli dhe Britani, kemi vinë deklarata që po i mshojnë ide së një përgatitje për luftë. Është një propagandë e cila po ta shohësh dhe po ta krahasosh me
para fillimin e luftës së dytë botërore, ishte njëta propagandë që bënte edhe Gjermania naziste në atë kohë dhe përgatiste popullatën e saj për luftë. Thoshte që do na sulmoj Polonia, do na sulmojnë ata, do marrin edhe në fakt arriti të bënte atë që bëri. Është e njëjta propagandë, e njëjta vendimarrje, por me një krahasim, me një ndryshim të madh. Evropa e sotit, pra të treja ato superfuqi që juve thatë bashkë, evropianë, që i quajtur të fuqi evropiane, për mua nuk janë fuqi, s'janë me kapacitetin e fuqisë, as pak as njëra, ato mund të jenë fuqi për vendet si puna jonë. Por në raport me ato të cilën ata konsiderojnë armik, ato nuk përbëjnë asnjë gjëje. Janë zero në atë aspekt. Ato treja ato bashkë nuk përbëjnë as 10% të kapacitetit ushtarak dhe ekonomik të Gjermanisë naziste. Sot. Të treja shtetet bashkë. Të treja shtetet bashkë. Nuk përbëjnë as 10% të kapacitetit ushtarak të Gjermanisë naziste në atë kohë. Pra, edhe të fuqisë të prodhimit të Gjermanisë naziste në atë kohë dhe të industrisë ushtarake. Nuk kanë asnjë kapacitet. Prandaj them në raport me neve, me vendet si puna jonë që jemi zero, në aspektet e ushtrisë, në aspektet e industrisë ushtarake, në aspektet e ekonomisë, ne mund të konsiderojmë këto vende si fuqi evropiane, se janë më përpara se nesh. Jo, aktualisht ata e pranojnë gjë. Në rast se do e marrim në raport me armikun, pra në rast se do e marrim në raport me ata të cilën konsiderojnë armik, pra që propagandojnë se neve do bëjmë luftë me Rusinë, në raport me Rusinë, ato nuk janë superfuqi. Të treja bashkë nuk munden të përballen aktualisht sot me kapacitetet ushtarake ruse. Dhe është ideja e tyre që po duan të përgatisin pra ta çojnë patjetër Evropën në një luftë, në një përballje me Rusinë. Pra ata po kundërshtojnë në këtë mënyrë çdo lloj tentative për përfundimin e konfliktit që po tenton të bëjnë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe po vazhdojnë rrugën e tyre. I kanë hyrë një rrugë pa krye. Është totalisht një rrugë pa krye, të cilës nuk do mund kur asnjëherë të dalin në krye, në kapacitetet që kanë sot. Dhe do të sjellin shkatërrimin total jo vetëm të Bashkimit Evropian, por dhe unë e shoh këtë, shumë kush mund ta quajë si konspiracion, po e shoh këtë si një e njëjta gjë që bënin bankierët çifut para luftës parë botërore dhe para luftës dytë botërore që nxisnin vendet për luftë duke ju dhënë borxhe. Edhe tashmë Evropa po kërkon të hyjë në këtë luftë, të bëjë një armatosje me borxhe. Pra dhe këto borxhe do t'i marrin nga bankat, sepse nuk i ka para. Nuk ka kapacitete të vetat ekonomike për të investuar direkt, pra nuk ka para gjendje. Dhe çdo gjë duhet ta bëjë me borxh. Pra sërish janë bankat e kontrolluara nga çifutët, të cilët po duan ta fusin Evropën në një luftë tjetër, në një luftë të tretë për ta pasur atë gjithë jetën e tyre nën vete, pra për t'i paguar këto borxhe gjithë jetën e tyre. Sepse është gjithçka po bëhet me borxhe. Dhe nesër, duke qenë se sot këta bankierët çifut, pra këta zionistët, se janë zionistë të gjithë këta, që mërkrajnë edhe shtetin fashist zionist të Izraelit, në rast se Evropa shkon në një luftë sot me Bashkimin Sovjetik ose me Rusinë ose nesër, automatikisht Izraeli mund të bëjë çfarë të dojë në lindjen e mesme. Pra nuk ka asnjë lloj vendi i cili mund ta ndalojë nesër Izraelin, pra në rast se bëhet një luftë në Evropë, Izraeli nesër gjithë lindjen e mesme e fshin. Ka kapacitete ta fshijë gjithë lindjen e mesme të atyre vende, pra t'u lëshojë bomba bërthamore dhe të zgjerojë territoret e veta sipas dëshirës, t'i fshijë nga faqja e dheut arabët, të cilët nuk kanë asnjë kapacitet sot të përballen me Izraelin, dhe Izraeli të arrijë ëndrrën e tij të madhe. Kapacitet ekonomik kanë dritan, mbase nuk kanë kapacitet ushtarak. Kapacitet ekonomik kanë se kapacitet para mund të prodhosh sa të duash. Pra para mund të prodhosh letra, paraja është letër. Dhe letra nuk e bën luftën. Standardet në për këto vende, standardet ekonomike, standardet paraja është letër. Kur flasim për çështje të luftës, të duhen materiale, të duhen njerëz, të duhet përgatitje. Kjo nuk ekziston. Po bëhet gati, po thuhet. Po sa do të bëhet gati? Po të bëhet gati të përballesh sot me Rusinë, duhet minimalja 15-20 vjet këtij Bashkimit Evropian. Dhe jo, kjo ide sot del dhe thua njerëzve që bëni gati. Ato po thonë që ne thjesht do rrisim përqindjen. Këtë po them unë. Ato thonë që do rrisim përqindjen dhe kjo përqindje sigurisht do bjerë në siç se ku pashë kishin filluar protestat e qytetarëve për shkak se do të bjerë në xhepin e qytetarëve. Po jo se qytetarët duhet të paguajnë paratë e këtyre bankierëve, të cilat ja japin dhe nxisin këtë luftën.
Pra është e njëjta, jemi kthyer në të njëjtën kohë në luftën e parë botërore, e njëjta situatë e luftës parë botërore, para luftës parë botërore, e njëjta para luftës dytë botërore. Ti paguajnë shtetit tyre detyrimin që duhet bëjnë gafat e politikanëve. Po pikërisht përse duhet qytetarit bëj kur aktualisht Evropa nuk kërcënohet nga Rusia, nuk rrezikohet nga Rusia. Mark Rutte tha, domethënë, shefi NATO-s ka paremëruar Rusinë në rast sulmi ndaj Polonisë. Atëherë, Mark Rutte kaluam këtu kështu në mënyrë. E kam thënë një herë po e them. Mark Rutte në këtë aspekt ose është njëri i marrë nga Montekokës, duhet të jesh i çmendur i marrë që të flasësh në mënyrë, ose është njëri në shërbim të këtyre interesave anti-evropiane dhe këtyre interesave kundër qytetarëve të Evropës. Pse? Sepse atëherë, me datë 14 mars, ky zotëria që ju i përmendi emrin, ky Mark Rutte, jep një deklaratë dhe thotë është shumë normale që kur të mbaroj lufta, hap pas hapi, Evropa dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës të vendosin marrëdhënie normale me Rusinë, me datë 14 mars. Po, ka bërë këtë deklaratë. 12 ditë më mbrapa, me datë 26 mars, thotë që marrëdhëniet me Rusinë duan dekada të normalizohen, shkak mungesa e besimit dhe rreziku, i cili qëndron akoma aty. Dhe pastaj vazhdon që do sulmoj Poloninë. Atëherë, po të marrim një hartë të kësaj, ja shohim. Jo, një hartë të Ukrainës, nëse kemi një hartë të Ukrainës, ose një hartë të Europës, po më pas po. Ja, shumë bukur kjo është. Imagjinoni, Rusia është këtu. Pra, Rusia është këtu. Po. Polonia është këtu. Polonia është kjo. Dakord? Pra, largësia nga Polonia dhe në sy është 1200 kilometra. Është sa që është nga Parisi në Varshavë. Dakord? Pra, kjo është 1200 kilometra. Dhe rusët sot po luftojnë për të marrë këtë territor, pra ky është vija e frontit. Dhe këto territore që ne shohim këto i kanë shpallur me kushtetutë. Me kushtetutë, po. Dhe akoma nuk po i marrin dot. Pse? Sepse lufta vazhdon. Sepse është çështja e raportit, sepse është çështja e raportit forcave. Pra është çështja e raportit lufta, është çështja e raportit është matematik. Lufta nuk është thjesht dëshirë. Dhe në rast se ti nuk e ke raportin e forcave, për të marrë territorin, atëherë ti do luftosh. Dhe tash ta thonë që nga këtu tash këta do me çfarë do vinë këta këtu me katapult. Pra si do t'i kalojnë të 1200 kilometra për të ardhur për të sulmuar Poloninë këtu? Sepse do të sulmosh në këtë territorin këtu. Pra si do ta sulmojnë Poloninë? Pra nuk ka logjikisht. Dhe po ta shohim pra, nga ana logjike, nga ana vizuale, nga ana gjeografike, sepse çdo lloj lufte në radhë parë, çdo lloj generali, dhe Mark Rutte nuk është general. Mark Rutte është një politikan, ka qenë. Jo, mos është këta lloj njerëz janë as politikan. Këta janë parazit në politik. Që flasin tilla shprehje, sepse çdo lloj gjë kur ti bën deklaratë të tillë, në çdo lloj shtabi ushtarak. Gjë e parë kur ti do t'i hapësh luftë dikujt ose kur ti mendon se dikush ku bëhet hapet harta. Pra ato çfarë bëjnë gjeneralet hapin hartën. Dhe harta, pra ti shif gjeografinë. Pra në fillim vendoset dhe shifet gjeografia. Sepse në bazë gjeografisë ti do përllogarish cilat janë forcat që ai do përdori, çfarë lloj forcash do përdori. Sa lume ka për të kaluar, sa pengesa ka për të kaluar, sa fusha duhen minuar, pra gjitha këto gjëra. Dhe kur hap hartën dhe shef Polonia atje, Rusia atje poshtë, pra Polonia në një cep, Rusia në një cep tjetër. Si do ta sulmoj Rusia Poloninë? Logjik pra me hartë, me anë të gjeografisë, kur shef gjeografinë çdo kush thot çdo qytetar i Evropës që dëgjon Mark Rutte dhe hap të hartën dhe shef gjeografinë. Thot po prit olla, si mund bëhet kjo? S'ka asnjë kapacitet, s'ka asnjë shans ta bëj. Po s'është nga ana e hartës. Era e parë që mund të ndodhte në fakt. E dyta, po s'ka asnjë shans. E dyta, nuk ka kapacitete ushtarake ta bëj këtë. Për të sulmuar Poloninë i duhet të ketë 5 milion ushtar nën armë që të sulmoj Poloninë, se duhet të kalojë mbi Ukrainën. Është matematik thuhet. Po është matematik lufta, duhet të kalojë mbi Ukrainën, që të kalojë mbi Ukrainën, pra duhet të marrë një herë Ukrainën. Pasi të ketë marrë Ukrainën, të ta marrë gjithë Ukrainën. Dhe pasi ta ketë marrë gjithë Ukrainën, i duhet të paktën 1,5 milion ushtar të lënë në Ukrainë për të mbajtur në qetësi Ukrainën. Dhe pastaj duhet 3 milion tjerë për të sulmuar, për të marrë Poloninë. Pra, ajo çfarë Mark Rutte dhe ata që e përkrajnë Mark Rutte në Evropë që thonë, është marrëzi. Dhe kjo tregon që kjo Evropë udhiqet nga njerëz të marrë. Para 2 javëve takoi Trumpin Mark Rutte. Po pra kur takoi Trumpin Mark Rutte ku takoi Trumpin dhe Trumpi i fliste për çështjet e Evropës dhe Rusisë, Mark Rutte nuk e hapi gojën të Trumpi. Po nuk e kundërshtoi asnjëherë. Sa që thetit, nga do ta kemi. Atëherë po këtu pra është ta, ose janë njerëz të marrë, ose janë njerëz që janë vënë në shërbim të atyre që i paguajnë që flisin këtu se neve na intereson të hapet lufta. Po pra, është. Dhe unë vazhdoj të them se është plan i bankierëve evropian që janë Rothschildët me shok, pra ata që bën luftrat e para botërore dhe që financuan për luftrat botërore dhe futën njerëzin gjak për të bërë pronar të botës.